Çmimet e avionëve privat për evakuimin e qytetarëve nga vendet e Gjirit Persik kanë shënuar rritje të ndjeshme, ndërsa konflikti në lindjen e mesme e vion të përshkallëzohet. Sipas raportimeve, disa individ shumë të pasur po paguajnë deri në $350.000 për një fluturim drejt destinacioneve të sigurta në Europë dhe më gjerë. Pas sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, shumë linja ajrore ndërkombëtare kanë anuluar fluturime drejt lindjes së mesme, duke shkaktuar kaos në aeroporte dhe duke kufizuar ndjeshëm opsionet e udhëtimit. Si pasojë, kërkesa për avion privat është rritur ndjeshëm, duke çuar çmimet në nivele rekord. Raketat dhe dronët iranian kanë goditur zona si Abu Dhabi, Dubai, Katari dhe Bahreini, vende që deri pak më parë konsideroheshin relativisht të sigurta. Në këto kushte, shumë të pasur po largohen drejt Arabisë Saudite, e cila po shihet si një nga rrugët më të sigurta të daljes nga rajoni. Kryeqyteti saudit Riyadh është kthyer në një pikë qendrore tranziti, pasi aeroporti i tij mbetet funksional dhe me lidhje të rregullta ndërkombëtare. Kompanitë private të sigurisë raportohet se kanë marrë me qira flota automjetesh SUV për të transportuar persona nga Dubai drejt Riyadhit, një udhëtim rreth 10 orë me rrugë toksore, përpara se të organizojnë fluturime private jashtë rajonit. Të evakuarit përfshin drejtues të lartë të korporatave financiare ndërkombëtare, investitorë dhe individ me pasuri të lartë që ndodheshin në zonë për biznes apo fluturime. Sipas burimeve të industrisë së aviacionit, një fluturim me avion privat nga Riyadhi drejt Europës ka arritur të kushtojë deri në $350.000 ose rreth £260.000 për shkak të kërkesës së lartë dhe mungesës së disponueshmërisë. Një faktor që e bën Arabinë Saudite veçanërisht tërheqëse është fakti se disa vende fqinje kanë kufizuar lëvizjen. Omani, për shembull, ka mbyllur disa rrugë pas një sulmi iranian ndaj një porti dhe një anije cistern nafte. Ndërkohë, aeroporti ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, i vendosur rreth 35 kilometra nga qendra e qytetit, vijon të operojë normalisht. Aeroporti ka 5 terminale dhe lidhje të rregullta me Europën, Amerikën, Azinë dhe Afrikën. Autoritetet saudite kanë lehtësuar gjithashtu procedurat e vizave, duke u lejuar shumë shtetasve të marrin vizë në mbërritje, një masë që ka rritur ndjeshëm fluksin atyre që kërkojnë një dalje të shpejtë dhe të sigurt nga rajoni.